zbulojmë gëzimin së bashku. A jeni gati për një aventurë plot ngjyra dhe buzëqeshje? Sot do të zbulojmë se çfarë na bën të lumtur. Luca, një djalë plot energji, është në shkollë. Mësuesja shpall se sot do të flasim për gëzimin. Çfarë i bën fëmijët të lumtur? Luca dhe shokët e tij diskutojnë. Për disa është të luash, për të tjerë të jesh me familjen dhe për disa të tjerë të ndihmosh të tjerët. Çdo gjë e vogël mund të sjellë gëzim. Tani është koha për të krijuar. Ata vizatojnë dhe shkruajnë gjërat që i bëjnë të lumtur. Imagjinoni të gjitha ngjyrat dhe idetë e bukura. Gjatë pushimit, Luca luan me shokët dhe ndan ushimin. Të ndash me të tjerët është një mënyrë e shkëlqyer për të ndjerë gëzim. Luca vëren se një shok është i trishtuar sepse ka humbur vizatimin e tij. Ai vendos ta ndihmojë dhe së bashku e gjejnë vizatimin poshtë bankës. Buzëqeshja e shokut është shpërblimi më i mirë. Pas shkollës, Luca kthehet në shtëpi i lumtur. Macja e tij, Micio, e pret me dashuri. Luca e përqafon, duke kuptuar se gëzimi më i madh është të jesh i rrethuar nga ata që i do. Gëzimi gjendet në gjërat e vogla dhe në ndarjen me të tjerët. Të jesh i sjellshëm dhe të ndihmosh ata që kanë nevojë i bën të gjithë më të lumtur. Bëhuni gati të përhapni gëzim. Vizatoni diçka që ju bën të lumtur dhe ndajeni me një shok ose familjar. Mos harroni, një buzëqeshje mund të ndryshojë ditën e dikujt.